Pra ti ngrihesh se do Rama dhe Berisha dhe ulesh se do Rama dhe Berisha. Dhe këta njerëz kanë pranuar dhe fytyrat e bukura, simpatike, qytetare, kanë pranuar këtë nënshtrim. Prandaj nuk ka asnjë të ndryshim edhe nga Ali Mehmetët, Tabakët e kushdo qofshin. Nuk mund të ketë ndryshim. Guxo të pyeti. Jo, asnjëri nuk flet. S'është kjo çështja sot, duhet i ke Berisha. Sot çështja është duhet luftojmë, po pse pronësinë e luftës për votën e paska Berisha, që është grabici i parë i votës në 96-ën? Pse s'ka mund të drejtën të luftoj për votën për paska ai? Pse partitë e vogla që ato u votuan dhe mund të jenë grabitur nga të dyja apo të nevoja? Pse s'pas kanë ato pronësinë e betejës për votën? Po këtë o e bëka Berisha o vdesim. Të heqësh arsyen nga ekuacioni nuk ka zgjidhje.